Dyrt, unë i kum pas jo të mbyllta në shtet, për me dhona aktivitet me ndihmu shoqërisë ku kum jetu, por në organizimin e Bashkisë Islame të Maqedonisë, Islamska Zajednica, por kundër kontributit që e ka dhënë familja ime, lamallar që e kanë dhënë kontributin e madh për hoxhallar dhe ju kanë ndihmu çdo herë kur ka pas nevojë, unë kom qenë njëri prej atyre që edhe kom ndihmu, po edhe kom qenë në listën e zes që nuk guxoj me pas hapësirë të madhe në kuadër të Islamska Zajednicës si njeri pa dëshiruar për shkak se preki interesin e aleancës sërbo-turko-muslimane. Kjo është e vërteta e imja. Unë është argumentume e dëshmume edhe për kundra asoj që kum qenë pasor dhe kum respektu rregullat.